Rajoni Korçës vijon të konsiderohet një nga zonat me potencialin më të madh turistik në vend, trashëgimisë kulturore, traditave të spikatura dhe destinacioneve të shumta që ofron për vizitorët vendas dhe të huaj. Në këtë kuadër, Fondi Shqiptar i Zhvillimit organizoi një takim për prezantimin e thirrjes së hapur në mbështetje të guidave turistike dhe produkteve turistike të zonës së Devollit të Sipërm. Gjatë aktivitetit u vulltheksit e rëndësia e nismave që synojnë fuqizimin e sipërmarrjes lokale dhe pasurimin e ofertës turistike të rajonit të Korçës. Pjesëmarrësit vlerësuan se zhvillimi i produkteve autentike turistike dhe mbështetja e operatorëve lokal përbën një hap të rëndësishëm për promovimin e vlerave natyrore, kulturore dhe historike të kësaj zone. Devolli Sipërm me peizazhet e tij të veçanta, traditat e ruajtura ndër breza dhe potencialin për turizëm natyror dhe kulturor, konsiderohet një nga destinacionet që mund të tërheqë gjithnjë e më shumë vizitor. Sipas vlerësimeve të bëra në takim, nisma të tilla krijojnë mundësi të reja zhvillimi për komunitetet lokale, nxisin punësimin dhe kontribuojnë në rritjen e qëndrueshme të sektorit turistik. Gjithashtu ato ndihmojnë në promovimin më të gjerë të pasurive që ofron rajoni Korçës, duke bërë atë një destinacion gjithnjë më tërheqës në hartën turistike të Shqipërisë. Mbështetja e guidave turistike, zhvillimi i produkteve lokale dhe promovimi i traditave të zonës shihen si element kyç për t'i dhënë një impuls të riturizmit dhe për të krijuar më shumë mundësi ekonomike për banorët e rajonit.